Por sot u paralajmërua vizita e ministrit të punëve të jashtme Hakan Fidan në SBA. Sigurisht vjen në vazhdon e këtyre rezultateve të kësaj telefonate. Shiko, Hakan Fidani është njeri jo vetëm që është koka e diplomacisë turqisë sot, po është edhe memoria e marrëdhënieve edhe të mira edhe të vështira Amerikë-Rusi për shkak të faktit se Hakan Fidani ka qenë Turqi. Amerikë-Turqi për shkak se Hakan Fidani ka qenë drejtori i shërbimit sekret turk. Pra përveç se bashkëpunëtori i afërt i presidentit Erdogan, ka qenë dhe drejtori i inteligjencës. Është njeriu që ka njohur më shumë drejtor të CIA se të tjerët për shkak të viteve të punës që kanë. Kështu që është një njeri që agendën e marrëdhënieve ka konkrete, ka në dorë dhe ka prioritetet aty. Është e qartë që kjo gjë. U fol shumë këto ditë për mundësinë e shitjes së aeroplanëve F-35 të cilat ishin bllokuar Turqisë para 5 viteve, se ato mund të shiten përsëri nëse e deaktivizon sistemin mbrojtës S-400 Turqia. Turqia nuk ka për ta deaktivizuar sistemin mbrojtës, pasi duhet e sistem mbrojtës, duke qenë që ka në kufi ato që ka Iranin, Sirin, Kurdët e tjerë. Por Turqia do të amërri një marrëveshje me SBA-n për fëqen e 35-ën, sepse është në interesin Amerikan kjo gjë. Se nëse Turqia nuk do të amërri një marrëveshje me këta, atëherë Turqia do shkojë të blejë avionët e gjeneratës jashtë që ka bërë Rusia dhe Kina, pikërisht që tani janë duke Trump e zbuloi në zyrën navale F-47. Prandaj po them që është në interesin e madh të Amerikës që një partner ushtria e dytë në NATO të pajiset me F-35. Sipas një ka qenë gabimi demokratëve që kanë gjykuar ashtu që kanë gjykuar atë mosdhënien e F-35-s. Sistemet raketore, ne kemi diskutuar këtu sistemet raketore që kanë rusët. Nuk e se amerikanët po japin turqëve sistemin THAAD, edhe turqit nuk po e blejnë. Këto janë dy sistemet më të mirë në botë. O THAAD e amerikanë, cilët ata nuk e japin askujt. Edhe ato dy që qunë Izraeli qunë me kontrollon e tyre, me ushtarakët e tyre. Ushtarak. Kështu që turqit janë detyruar për shkak të gjeografisë që kanë, për shkak të konflikteve që kanë kufit e tyre, të kenë sisteme mbrojtëse. Ministri jashtë nuk i prodhojnë dot vetë të atyre nivele dhe janë detyruar që të jenë o me njërin o me tjetër. Kur jemi te F-35, sipas The Hill, që është një faqe e njohur e lajmeve politike dhe gjeopolitike, tha se brenda antarëve të NATO-s ka një dyshim të madh për aeroplanet F-35, se amerikanët kanë në dorë kyçen dhe çkyçen e motorëve të tyre. Ishte mohuar nga SBA, u mohua më njëherë, por kjo ishte si lajmi. F-35 është një avion që ka bërë Lockheed Martin me kompani të tjera të vendeve të NATO-s, përfshi këtu grupin Leonardo, përfshi këtu grupin Thales, lloji mënyra e prodhimit të këtyre avionëve janë të detyruar që një pjesë do ta bësh këtu, një pjesë do ta bësh atje. Është e qartë që sekretin teknologjik të prodhimit të F-35-s e ka Lockheed Martin, e kanë amerikanët. Është e qartë që këtë s'do të japi tjerë, por që thush do fikin motorët, kjo është, si më thënë, shpjegim banal. Problemi është kapacitetet e F-35-s për të kundërvënë avionëve të gjeneratës 56 të Rusisë.